A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të Gjeleshanuhu, i cili neve na mundësoi që të arrijmë përsëri këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, shëndoshë mirë me familjarët tanë. Ndërsa salavatet dhe selamet më të mira, më të bukura dhe më të përzemërta, si çdo herë ja dërgojmë mbi mësuesin e njerëzimit, mbi njeriun më të dashur të zemrave tona, mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi të gjithë shokëve të tij besnik. Të dashur shikues, fillimisht më lejoni t'ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, begatia, falja dhe rahmeti Allahu Gjeleshanuhu qofshin mbi të gjithë ne dhe familjarëve ta në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Të dashur shikues, ajo për të cilën sot do të flasim, do të këshillohemi mes veti në këtë ditë të muajit të shenjtë të Ramazanit, ka të bëjë me ibadetin më të lehtë që mund ta bëjë njeriu në jetën e tij, që Allahu Gjeleshanuhu e don shumë këtë ibadet dhe që po ashtu do ta shpërblej shumë pa mas Allahu Gjeleshanuhu robin e tij në ditën e gjykimit kur do të dalim para Allahut për të gjykuar për veprat tona. Ky ibadet së bashku me lutjen është arma më e fortë e besimtarit musliman që dëshmon besimin e tij tek Allahu Gjeleshanuhu. Ky ibadet mundet që të bëhet në çdo moment, në çdo kohë dhe në çdo vend, pa marrë parasysh edhe gjendjen tonë që e kemi. Pra, këtë ibadet mundet që ta kryen edhe ai personi i cili është duke shikuar televizor, edhe ai personi i cili është duke qëndruar me telefonin në dorë, edhe ai person që është duke punuar në punëtorinë e tij. Bile këtë ibadet mundet që ta kryen edhe nënat dhe motrat tona që ato gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit e përgatitin ushqimin për asifirin dhe iftarin. Ky ibadet për të cilën ne flasim është dhe ka të bëj dhikri, pra përmendja e Allahut të Gjeleshanuhu. Allahu Gjeleshanuhu në Kur'anin famëlart, në surën Ar-Ra'd, ajeti me numër 28 thot: Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Që don të thot, ata të cilët besuan dhe me të përmendur Allahun, zemrat e tyre qetësohen. Pra ta dini se me të përmendur Allahun, zemrat stabilizohen. Pra të ndalemi pak të ky ajet kuranor, pasi ky ajet kuranor neve na dëshmon dhe në të njëjtën kohë na këshillon se të gjitha hallet, të gjitha brengat, të gjitha shqetësimet që e kanë kapluar zemrat tona, nëse ne dëshirojmë që t'i largojmë këto nga zemra jonë, hallet, brenga, shqetësimet dhe kështu me radhë, atëherë ne duhet që ta përmendim Allahun Gjeleshanuhu. Pasi në momentin që ne përmendim Allahun Gjeleshanuhu, atëherë zemrat tona i kap qetësia dhe i kap edhe stabiliteti i zemrave tona. Nëse ne në këtë moment themi la ilaha illallah, ose themi ndonjë fjalë tjetër që e lartëson dhe e madhëron krijuesin ton të dashur Allahun Gjeleshanuhu, atëherë të dashur shikues, duhet që ta dim se pikërisht në këtë moment neve na kujton edhe Allahu Gjeleshanuhu. Ku ne kemi paranesh hadithin kutsi, ku Allahu Gjeleshanuhu thot: nëse robi im më përmend mua në vetminë e tij, atëherë edhe unë e përmendi robin tim në vetminë time. Ndërsa nëse robi im më përmend në një kuvent, në një mexhlis, në një shoqëri, atëherë edhe unë e përmendi robin tim në një kuvent më të mirë se sa kuvendi i atij që më përmend mua. Pra të ndalemi pak të ky hadith kutsi dhe të meditojmë. Nëse dikush neve na thot se shefi jon i punës na përmend neve emrin ton për të mirë, duke na lavdëruar tek të tjerët, tek punëtorët, tek kolegët tonë të tjerë, atëherë padyshim se kjo do të ishte një gëzim për zemrat tona. Por nëse dikush neve na thot se neve emrin ton për të mirë e ka përmendur kryeministri i shtetit ose presidenti i shtetit, pra ndonjë njeri me vlerë në shtet, atëherë padyshim se edhe gëzimi për zemrat tona do të ishte pikërisht më i madh. Por çfarë do të themi ne dhe se si duhet që të jetë gëzimi për zemrat tona, ku ne e dim se në momentin që ne e kujtojmë dhe përmendim Allahun, atëherë edhe Allahu Gjeleshanuhu na përmend neve. Pra pikërisht atëherë gëzimi për zemrat tona duhet që të jetë edhe më i madh.
Tregohet një histori kur një bujk një herit në kohën e Sulejmanit a.s. e kishte parë ushtrinë e madhe që e kishte Sulejmani a.s. në sundimin e tij. Dhe ky bujku tha: La ilaha illallah, çfarë sundimi ose çfarë pasurie të madhe, çfarë ushtrie të madhe pas ka Sulejmani a.s. Dhe këtë fjalë që e tha ky bujk, atëherë Sulejmani a.s. e ndëgjoi dhe shkoi tek ky bujku dhe i ofrua dhe i tha: Mos u mashtron nga pasuria ime, mos u mashtron nga sundimi im që e kam mbi këtë ushtrinë time, pasi kjo ushtri sot është dhe nesër nuk do të jetë. Pra nuk është për gjithmonë jetën e kësaj bote, ndërsa ajo e cila do të ngelet për gjithmonë është për adhurimi që ne e bëjmë Allahun xhaleshanuhu. Pra ata që e bëjnë adhurimin Allahut të xhaleshanuhu me ibadete të ndryshme, padyshim se të mirat e këtij ibadetit ata do t'i gjejnë si në këtë botë dhe po ashtu edhe në botën tjetër, kur do të dalin para Allahut xhaleshanuhu për të gjykuar. Një herit një person kishte shkuar tek Muhamedi a.s. dhe kishte thënë: Ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, më trego se cila është vepra më e mirë që unë mund ta bëj në jetën time. Dhe Muhamedi a.s. i kishte thënë: vepra puna më e mirë që mund ta bësh ti në jetën tënde është që të vdesësh duke përmendur Allahun xhaleshanuhu. Pra të dashur shikues, nëse edhe ne duam këtë pozitë në jetën tonë, pra para se të japim shpirtin Allahut të xhaleshanuhu dhe goja jonë të jetë me përmendjen e Allahut, atëherë ne duhet që të fillojmë pikërisht prej tani që ta përmendim Allahun xhaleshanuhu dhe ta mësojmë gjuhën dhe buzën tonë që ta përmend vazhdimisht Allahun xhaleshanuhu. Pra si që të thuash një herë subhanallah, elhamdulillah, astaghfirullah dhe kështu me radhë, nuk të merr kohë as edhe 2 sekonda për ta shqiptuar këtë fjalë. Andaj ne duhet që prej tani të mësohemi që t'i lagim gjuhët dhe buzët tona me përmendjen e Allahut të xhaleshanuhu. Pra ashtu siç kanë thënë shkencëtarët se brenda 24 orëve, brenda një dite dhe një nate, njeriu shqipton rreth 12.000 fjalë deri më 17.000 fjalë. Pra t'i bëjmë një pyetje secili nga ne vetëve tona, sa prej këtyre 12.000 fjalëve ose 17.000 fjalëve që ne i themi brenda ditës, brenda 24 orëve, janë fjalë që përmendin Allahun, janë fjalë që madhërojmë Allahun, janë fjalë që kënaqin Allahun xhaleshanuhu. Pra të dashur shikues, këshilla kësaj dite të muajit të shenjtë të Ramazanit le të jetë pikërisht ajo se ibadeti më i lehtë që mund ta bëjë njeriu në jetën e tij, që Allahu xhaleshanuhu e don shumë dhe padyshim se do ta shpërblej shumë njeriu në botën tjetër me këtë ibadet që e ka bërë, është pra dhikri, para përmendja Allahut xhaleshanuhu. Dhe nëse ne dëshirojmë që të kemi zemra të qetësuara dhe zemrat tona të jenë të stabilizuara, atëherë ne duhet që të përmendim vazhdimisht Allahun xhaleshanuhu. Në fund lutim Allahun xhaleshanuhu që ai neve të na bëjë robër të cilët vazhdimisht do ta përmendim Allahun xhaleshanuhu. Lutim Allahun xhaleshanuhu që agjërimin ton, lutjet tona dhe ibadetet tona të ndryshme që do t'i bëjmë gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, Allahu xhaleshanuhu të na pranoj. Amin, 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 walhamdulillahi rabbil alamin.